është një ëndër kjo, do ta realizoj unë, do mundohem po, kur do jepem jo, dhe shumë vështirësi, kur unë ti kaloj. Do të jemë si një zonë që lartë do flu. Nuk e di, Mateo, ç'lidhje kishte kjo kënga me motin, por kjo është ideja, pra që s'duhet të ketë, s'duhet ta kuptosh. Gjithsesi shkojmë. Jo konvencionale, Shkojmë absolutisht. Okej, shkojmë tek motin në Shqipëri. Tek motin në Shqipëri, domethënë t'i japim një ide të përgjithshme. Një të përgjithshme, na thuaj. Një ditë pas paralajmërimit të qeverisë, nafta shënon sërish rritje rud. Një ditë pasi qeveria paralajmëroi karburantet që të mos abuzojnë me çmimin e naftës, ose në të kundërt do rikthehet bordi i transparencës. Që do të thotë ç'është është kjo bordi i transparencës? Nga vetë fjala do tregohen transparent, do i kërcënojmë me transparencë. Bordi transparent nuk se kuptoj ç'është. Do jemi transparentë, do tregojmë se sa fitoni, se okej. Ne taksa është diçka që çfarë pastaj se treguan sa fitojnë? E vërtet se kisha nuk. Po pra. Çfarë problemi? Bëj shumë lek, domethënë çfarë problemi ka? Batuta epokale për këtë çështje që pak rëndësi ka sa çmimi i naftës, se unë 10.000 lekë do të jetë. Qëndron në këtë rast. Sigurisht. E lezetshme është. Domethënë tim vazhdon të hedhësh 10.000 lekë, çrëndsi ka se mund të jetë çmimi i naftës. Ose për shembull çam duhet mua naftës se unë i hedh benzinë. Po pra. Ç'a lidhje ka? Ose mos e ngreni naftën se do ngreni imobiliaret gjithsesi, kupton? Edhe ajo është. Qëndron. Po pra, rritet çmimi i qepës në Shqipëri se nuk është rrit çmimi i naftës. Megjithatë, se furgoni ç'a do të hedhë ai? Me ujë nuk punon. Po pra, vërtet është, ore çdo gjë lidhet, ore mos mendo se është moti në kuvent, Homeland Justice hakeron kuvendin Matocela, jemi më afër ju shton ata se sa mendoni, kemi akses prej muajsh në sistem. Në postimin publikuar, hakerat e Homeland Justice janë një grup hakerësh, pra Homeland Justice quhet emri i tyre. Sa mendojnë që janë janë sa jo, po janë një grup hakerësh. Nëse besojmë se herën e parë ishin iranian, vërtet ata kanë treguar që dy gjëra kanë treguar, që ose iranianët janë një sistem hakerimi i niveleve të frikshme, domethënë janë mbase se thonë që hakerat më të fortë në botë, hakerat më të fortë, po hakerat më të zhvilluar në botë janë 1 rusët, 2 indianët, 3 aziatikët, pastaj Kore, Kin, Japoni, 4 amerikanët, dhe me sa duket që kanë edhe iranianët hykan tek hakerat më të fortë, ose pastaj sistemi jon nuk është dhe aq i vështirë për të hakeruar, që unë dua ta dyshoj fort këtë gjë. Atë për sistemin ti nuk e thu dot, se më vjen keq sepse dje dëgjova që nuk e di se ku, por Shqipëria kishte dalë e nënta për sigurinë kibernetike. Ishte një studim që ishte bërë e nënta ku më në Shqipëri? E nënta nga 10 vende. Jo. Okej. Ku ka dalë në botë, në rang botror, në rang europian? Botror, po çfarë thua? Patjetër. Seriozisht e ke? Patjetër, në rang afrikan. Jemi të 9-të në botë, në cilën botë në botën tonë, kupton? Okej, ideja e sepse këto hakerat kanë bërë një postim ku shprehen se posedojnë biseda dhe korrespondencë të anëtarëve të kuvendit. Një nga gjërat që ne arritëm zbulojmë ishte që i kishte bërë shumë përshtypje një email i dërguar nga Gazbardi Taulan Ballës që fillonte uroj që ky email t'ju gjej mirë. Okej. Ore, problemi më i madh se të hakerosh, është të hakerosh dhe mos gjesh asgjë, e kupton? Nuk i kanë nes në kompjuter ato. Asgjë me rëndësi. Dakor, shkojmë tek moti në Shqup. Na thuaj që ka të se e di që e ke qef të lajme të Shqupit. Jo se kam qef, po tani është lajm goxha i mirë. Ja ma thuaj. I jashtëzakonshëm për demokracinë e brendshme, sepse me të jashtmen jemi mirë. Jo, me të jashtmen jemi mirë. Jemi mirë me trivel, ndërsa me të brendshmen kemi nevojë për përmirësim, dhe Partia Demokratike, për të treguar që është ndryshe nga Partia Socialiste, që i akuzojnë gjithkohës që nuk bën zgjedhje atje, nuk ka demokraci të brendshme, do ke zgjedhje në PD për kryetarin e Partisë Demokratike. Dhe lajmi kjo është demokraci, domethënë. Absolutisht. Dhe lajmi i parë që vjen në lidhje me këtë çështje është Berisha i mbyll derën e Ervin Saljanit, nuk mund të kandidojë. Po pse? Nuk është antar.
A kjo Tani është. mos fillo me këto pyetje tani kush i regjistron antarët? Si pjesë e filmit aty diktatori do burr. Kjo është ai që bën garë dhe shtindet gjithë. Më mirë se si të fitosh një garë eliminot gjithë kundërshtarët. Tani tash. Po nuk është politike keqe, po pak a shumë ka që në Greqinë e lashtë do bësh tirania e të 30-ve. Ashtu eliminuan nejse. Demokracia brendshme mund të jetë edhe demokracia e brendshme në kokën e liderit. Pra është demokrat në vetvete. Nuk është e rëndësishme. E qartë, dakord, s'ka asnjë problemi. Ku jemi tek lajmi i radhës? Moti në Iran, lufta në rajon vazhdon sigurisht. Bastet, Mateo, ti sjell këto koeficientet, bastet vazhdojnë. Por kam luajnë më baste në Shqipëri interesik kështu, më çka ke dëgjuar? Vështirë ta thuash. Ligji ka kaluar, po diskutojnë që domethënë të legalizohet dhe të vihet në funksion. Po pse më mirë jemi si qemi thaj? Ku të vemi do ikim nga jemi mirë kështu tani s'paguajmë as taksa. Po jemi në rregull tani. Me fole me i çun kështu nuk po. Jemi mirë tha kështu tani. Tani tha punëtor. Po. Lena tani më na ngacmo. Punëtor tha s'paguajmë s'ka kështu gjëra. Nice. Okej. Ja ba këto. Ideja është që në Angli, që është vendi ma sa di unë që mund të vësh bast për çfarë do lloj gjëje, kishin vënë bast kompanitë angleze, kishin hapur mundësinë që të vësh bast për vdekjen e liderit suprem të Iranit. Sa ishte koeficienti? Nuk e di sa ishte koeficienti, por u bë lajm për arsye sepse pastexhint kanë kërcënuar kompanitë pasi kishin marrë vesh që kompanitë nga xhirimi prej 54 milion dollarësh nuk do të jepnin asgjë. Çfarë thua? Do të thotë, luajt 54 milion dollar. Dhe duhet ta kishin mbrojtur burr. Dhe i 2000 lekë që do vrasin dhe çunin e këtij, tek e bravo. Ose të Izraelit do. Nëse aty s'bet fjalë, mbyllet kompania. Megjithatë shkojmë në një lajm mjaft interesant në Danimarkë, kanë gjetur një teknikë mjaft interesante se si të tërheqin po themi elektoratin e tyre. Kandidatët janë zhveshur, i kanë ftuar gjithë njerëzit zhveshur vërtetore, konkretisht komplet. Kur e kanë bërë shqiptarët, kur e kanë bërë që zhvizhen me fitu elektorat. Plazh, po. Po nëse këta e kanë bërë, i kanë ftuar gjithë kandidatët që të marrin pjesë në sauna. Pra takimet, shpjegimet e programit e gjithë fushata do të bëhet brenda saunave, do të mblidhen në këto saunat e mëdha kolektive, ti e di që nordikët janë mbushur me tilla dhe do diskutojnë për pikat. Është ide jashtëzakonshme, pasi në momente për shembull Rud kur mund të jetë tema pak problematike, pyetje problematike që i bëhet kandidatit, atë e bën me shenjë, rritet temperatura aty dhe pastaj biseda kalon në Cila është diferenca, Mateo, i Danimarkës me Shqipërinë? S'ka absolutisht asnjë lloj diferencë. Ja ta them unë. Po? Në Danimark kandidatët zhvishen përpara zgjedhjeve. Në Shqipëri zhvishen pas zgjedhjeve. Shumë. Okej. Vazhdojmë me një këngë të radhës Love Lies nga Khalid dhe rikthehemi vetëm pas pak. Mos u largoni.